Haleluja. Shalom, shalom, vlla motër. Kudo që po më shikon, po më dëgjon, aty të bekoftë, qoftë me ty, me familjen tënde. Olgres Pai nga Zeri Mesias. Ministria tonë miqëson zakonisht në Telegram, por siç e shikon në takimet tona në YouTube, jemi duke pajisur, në këtë rast duke ushqyer, duke mbjellë fjalën e Atit për ty, për jetën tënde, për të qenë pjesë e mbretërisë që po vjen, Jeruzalemi i ri, ai qytet që shprehet në Veprat 21, mësandaj kriteret për hyrjen shprehen në Zbulesa 22 vargu 14. Lavdiatit. Të lutem vëlla dhe të falenderoj, në shkruaj kanalit tonë për të qenë agjornuar me principet e mbretërisë, për rritjen tënde frymërore, për lavditë të tia. Bëj një koment, shpërndaje vëlla motër për lavditë të tia. Haleluja. Do vazhdojmë tek takimi që kemi përgatitur sot për çdo gjë që Ati ka vendosur për mirëpajisjen tonë, për lavditë të tia. Haleluja. Mirë se erdhe në takimin tonë një herë, vëlla motër, Ati qoftë me ty, Adonai në këtë rast qoftë me ju, me familjet tuaja, Adonai në këtë rast i jepet emri Atit, do thotë mjeshtër, sundues. Lavdiatit vjen nga fjala hebraike, siç është në këtë rast dhe fjala Mesia. Mesia do thotë i vajosuri, i tia, masandaj grekët e përkthyen, e morën dhe e përkthyen Kristos, por ka të tjera implikime masandaj që i përkasin atij emrit nga hyjnit greke që adhuroheshin atë kohë. Le të shkojmë tek shkrimi pa humbur kohë, vëlla motër. Beslidhja e re, vëlla motër, para se të hyjmë në takim, në këtë rast në shkrimin dhe çfarë thuhet. Vëlla motër, dua që të sensibilizoj zemrën tënde dhe unë lutem Atit të kesh ndjekur mësimet e fundit që kemi bërë për çdo strukturë në këtë rast të së vërtetës të Biblës dhe për sa i përket beslidhjes së re. Vëlla motër, duhet të kuptosh që beslidhja e re në këtë rast që shprehet tek Efezianët 2 ne masandaj dhe në Hebrejnë 11 ku flet për ecjen tonë, për veçimin, për shenjtërimin. Beslidhja e re është përcaktuar dhe ishte folur, ishte dekretuar, ishte profetizuar në Jeremia 31, në këtë rast kemi vargjet që flasin për ardhjen e Mesias që do restauronte 12 fiset e Izraelit. Kemi shtëpinë e Izraelit që është mbretëria e veriut dhe shtëpia e Judës që është mbretëria e jugut. To dy mbretëri Ati masandaj shpërndavi në botë dhe solli birën e tia për t'i mbledhur në atë mbretërinë që po vjen. Efezianët 2:11-18 e shprehin këtë koncept hapurazi që tani ne kur besuam tek Mesia Jeshua u bëmë një me popullin e Izraelit, me 12 fiset e tia u shartuam në pemën e majmërisë, thotë Romakëve 11. Kjo është çfarë ndodhi në këtë rast 2000 vjet më përpara dhe Bibla masandaj që është plotësuar në këtë rast, si thua 66 librat kanoni që themi, është gjithë shkrimi që është aktiv në jetën tënde. Është aktiv, vëlla motër, sepse ishte aktiv në jetën e Mesias me apostujt. Unë lutem Atit që të kemi një strukturë të mirë, themelet e shëndosha të kësaj beslidhje së re, qytetarimit të Izraelit që neve u bëm pjesë. Çfarë Ati foli, premtime që u foli atyre, beslidhjet, birërimin, ligjin, Toran, urdhrimet e Atit, të dhëna atyre na përkasin neve, sepse u bëm pjesë, kur je pjesë e diçkaje që ishte më përpara, kur ti në këtë rast në një punësohesh në një ndërmarrje, nuk vendos ti mënyra se si ndërmarrje duhet të bëjë gjërat e saja. Ajo ndërmarrje ka ligjet, ka rregullat e saja që ti duke u nështruar asaj kontrate, duke thënë po, unë dua të jem pjesë, masandaj ti do ndjekë strukturën dhe çdo hapësirë, rregull, ligje që ajo ndërmarrje ka për mirë funksionimin e saj. Dhe gjithashtu masandaj çfarë merr shpërblimin, sepse
punon për atë ndërmarrje dhe merr shpërblimin nga ana ekonomike. Është i njëjti koncept i aplikuar në mbretërinë e Atit të vëlla e motër. Ti dhe unë hymë në kontratën në beslidhjen e gjakut të Mesias në këtë rast që ai u derdh për faljen e mëkateve tona në këtë moment, ti hyre pjesë e asaj mbretërie në këtë rast që Ati kishte folur për të qenë pjesë dhe ajo beslidhje që ai beri metrit tanë Avrahamin, mësandaj dhe çdo strukturë që pasoi më vonë. Ne u bëm pjesë në këtë rast e karakterit të Atit në një koncept të përgjithshëm, të predispozuar për të transformuar në sjelljen e tij të përsosur, në ligjin e tij të përsosur, që Ati kishte vendosur më përpara se ti dhe unë të lindnim. Ne nuk dinim kush ishte Ati që kishte bërë një beslidhje të përjetshme me popullin e tij, dhe ne u bëm pjesë nga dy popuj, na bëri një, ata, Izraeli dhe neve që ishim kombet jashtë. Kur besuam tek Mesia u bëmi një dhe kemi akses në të njëjtën frymë tek Ati. Ky është një koncept themelor, parimor, vëlla e motër, që nuk duhet të harrosh në jetën tënde, sepse gjërat që ishin folur më përpara tani janë për neve. Ato gjëra që Ati themelovi për jetë, urdhrimet, festat e tija biblike, sabatin e tija, janë për ne. Më vonë, masandaj, kanë dalë mësime, kanë dalë gjëra që nuk janë thënë në shkrimin, që nuk janë folur dhe interpretimet vetjake të personave kanë në këtë rast të shtrembruar shkrimin. Për humbjen e tyre, thot në 2 Pjetrit 3, të paqëndrueshmit, të pamësuarit, mendojnë se në këtë rast apostulli Shaul Pali kishte shkruar disa gjëra të vështira për të kuptuar, por nuk janë të vështira urdhrimet e tija. Është dashuria e vërtetë, koncepti dhe përkufizimi biblik që shkrimi na thotë për dashurinë e Atit të eshtën e para e para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria e Elohim që ne të zbatojmë urdhrimet e tija dhe urdhrimet e tija nuk janë të rënda, nuk janë të vështira. Ati kërkon një marrëdhënie me ty dhe mua, nuk e ka vendosur shkrimin e tija të vështirë që neve të mos kemi mënyrë për ta kuptuar, as pak. Ati ka vendosur shkrimin e tija dhe dëshiron një marrëdhënie me ty dhe me mua, në këtë rast që ne të shkojmë tek shkrimi, të zbatojmë urdhrimet e tija në të mirën tonë të mundshme në atë ditoren, sepse jeta jonë qeveriset nga ligji i tij përsosur, siç është Ati i tij, karakteri i tij përsosur, që është shprehur në fjalën e tij të përsosur. Është ecja e tij e drejtë, sjellja e tij e përsosur, që Ati dëshiron që ne të transformohemi. Përse flasim tek Efezianët, përse flasim tek Roma 8 apo 6, të shenjtërimin, transformimin, veçimin që Ati na kërkon, që të jemi të përsosur siç ai është i përsosur. Vëlla motër, ka një kontekst, ka një strukturë dhe ka një kohë. Unë jam shumë koshent. Ka një kohë që neve kemi procesin tonë e ati transformimit frymëror lavdiate dhe tani ndej pranin e tij, vajin e tij, sepse të mbush kur flet për shkrimin e tij, vëlla motër, kur flet për kontekstin e duhur dhe kam trupin për lavdit të tija, vëlla motër, ecja jonë duhet të jetë transformueshme, duhet të jemi të konfrontuar me karakterin e Atit, sepse me te kemi të bëjmë, thot shkrimi, me asnjë tjetër. Nuk kemi të bëjmë në këtë rast për të dhënë llogaritë të tjerëve, para se të japim llogaritë Atit. Jo, vëlla motër, do t'ja japim Atit fillimisht çdo gjë që duhet të bëjmë, vëlla motër, çdo gjë që neve kemi apo kryejmë apo dhe gjëra që do marrim është ai burimi i jetës në qiell dhe në tokë. Me atë kemi të bëjmë. Po ja dha birit të tij autoritetin që i biri kur të ulet në fronin e tij në atë ditë, mbas 1000 vjeçarit, do gjykojë në këtë rast ata që kanë marrë trupin ynor, në këtë rast për të dhënë shpërblimin, dhe ata që nuk kanë besuar dhe kanë qenë rebel ndaj Atit, ndaj birit të tij. Dhe vëlla motër, më lejo të bëj një koment. Kur nuk ke karakterin e Atit, mos mendo se ke Mesian. Mos mendo se ke Krishtin kur ke anulluar
karakterin e përsosur të Atit. E folëm pak më përpara në takimin që kemi kryer pak më përpara, shkrimi kush është në para Timoteos 4, cili është ai shkrim që duhet kishte kujdes Timoteos, mund ta prekim përsëri, por unë të inkurajoj që në atë kohë Timoteos çfarë shkrimi kishte, dhe Bibla përcakton për kufizimin e atij shkrimi. Shkrimi ka të bëjë me ligjin e Atit të përsosur. Ligji i përsosur shprehet në këtë rast nga Zanafilla deri në tek Mateu. Profetët, fjalët e urta, psalmet është ligji i tij. Po kryesisht, siç thonë në këtë rast Tora, ligji 5 librat e parë të Biblës, atje ishin dhënë urdhërimet në këtë rast festat biblike, por kemi masandaj transformimin frymëror që shprehet në fjalët e urta, shprehet në psalmet, lavdiati, transformimin e asaj zemrës, apo adhurimin, apo profesit që janë akoma tek psalmet për të manifestuar. Dhe si mund të themi tani në do heqim psalmet, do të heqim fjalët e urta, do heqim në këtë rast profetët, që Mesia një gjë të tillë nuk e bëri. Prandaj të inkurajoj ty vëlla që po e ndjek dhe ke hapësirën tënde dhe ke hirin që të është dhënë dhe je drejtues në asamblen tënde, në kishën tënde. Unë të inkurajoj vëlla që të rishikojmë beslidhjen e re që ishte përcaktuar në Jeremia, siç thash, 31, që ishte për Izraelin ajo beslidhje e re, por Ati në mëshirën e tij shtrivi dorën dhe na bëri pjesë. Na bëri pjesë të asaj qytetari, dhe ajo qytetari e Izraelit nuk është në këtë rast e perëndimit. Ajo qytetari ka principe që duhet të qeveriset, dhe qeveriset jeta jonë, ecja jonë në karakterin e Atit që u manifestua në fytyrën e Mesias. Do kemi mundësi, dhe unë lutem Atit që të kemi vazhdoj të vajtoj për popullin tim në Shqipëri. Ndoshta disa përmesime mund t'i kesh parë, ndoshta ti në këtë rast nuk bie dakord për disa gjëra që shkrimi thotë, por do ishte më frutdhënëse që ne të kishim atë komunikimin, që të flasim për çdo hapësirë dhe çdo kontekst që krijon lavdiatit, konteksti krijon kuptueshmëri. Dhe kur heqim kontekstin e asaj fjalës që është vendosur, që Ati ka vendosur në autoritet në atë vend të caktuar që të manifestohet urtësia e tij dhe që ne të marrim bekimet, masandaj kur heqim kontekstin, ke hequr masandaj dhe ke hyrë në hapësira të manipuluese vetjake që shtrembërohet shkrimi. Nuk duhet të ndodhi. Prandaj konteksti dhe ajo tema, fjalët kanë vëlla motër, kanë rëndësi të madhe kuptimi atyre fjalëve. Çfarë do thot ajo fjalë atje? Po ja, erdhi për të i dha çarçafin. Përse i tha çarçafin që nuk e kam quajtur asnjë njeri? Asnjë njeri të papastër apo të zakonshëm. Ajo ishte konteksti, interpretimi. Po jo të marrim tani therr dhe ha, kaq dhe mbaron aty. Këto janë gjëra që kanë lënë peng, dhe marr një shembull të vetëm në vepra 10. Të ka plot hapësira që do t'i shikojmë, që dhe unë lutem Atit që ti vëlla që je në drejtim dhe shumë prej jush keni marrë mësimet dhe kam dërguar në këtë rast mësimet e mia në YouTube, kur i dërgoj në Messenger apo në WhatsApp apo në Telegram, i dërgoj me një zemër të sinqertë, sepse dua që të miqësojmë në Atin, në Mesian e vërtetë, vëlla motër. Po vëlla, po unë e kam, ai u ringjall në ditën e tretë. Po vëlla motër, pyeti çdo lloj denominacioni që besojnë që ai u ringjall në ditën e tretë, por çfarë ndjekin masandaj në këtë deklarim që ata bëjnë? Çfarë praktikojmë? Çfarë ka ndodhur në historia e kishës, që është një gjë shumë e rëndësishme dhe nuk ka pse ti dhe unë të hysh në thellësi dhe çdo hapësirë që ka ndodhur në atë kohë. Janë disa aspekte të veçanta në këtë rast të pakta që do kuptosh masandaj përse janë gjërat ku jemi sot. Është një adhurim i përzierë. Kur ke një adhurim të përzierë, kur ke një lajm të mirë, të pjesshëm,
ngelesh në këtë rast në pjesëshmërinë e transformimit frymëror. Thjesht po i shpjegoja motrës lavdiatit pak më përpara, motra që është pjesë këtu me ne, një nga motrat tona, për ato që kanë një zemër të përullur, dhe Romakët 8 e shprehën hapurazi, zemra e përullur në vargun 6 deri në 8. Ne po i thesha motrës lajmin e mirë të mbretërisë që duhet të predikohet sot, jo lajmi i mirë i pjesshëm. Mesia u ringjall në ditën e 3 dhe mbaron aty. Përse janë vargje të caktuara për atë mbretëri që po vjen, dhe më lejo vëlla motër të vazhdoj duke bërë disa komente. Thotë neve mendojmë që do shkojmë në qiell dhe kaq mbarovi. Kaq mendojnë dhe kaq predikohet sot që ne do shkojmë në qiell. Ati ka vendosur struktura në këtë rast, ka vendosur fjalën e tij për të na thënë detajet e asaj mbretërisë që po vjen. Jeruzalemi i ri, qyteti i ri, gjigant në këtë rast me sipërfaqe pothuajse sa Amerika që do zbresi nga qielli i tretë në tokën e tij premtuar e tërvetanë në pllajën e Arabisë Saudite, që do pastrohet, do shenjtërohet, në këtë rast do veçohet nga engjëllit, do purifikohet me zjarr prej tyre para se të zbresi qyteti. Më lejo të them atë, se po i dërgoja edhe motrës, dhe motra masi mori lajmin e mirë, plotësisht të mbretërisë për të ditur strukturën që po vjen, bëri një deklarim për zemrës së saj. Mezi pres që t'jem pjesë ati qyteti, tha, dhe masandaj lexuam së bashku Zbulesë 22, vargun 14, për sa i përket aspektit dhe strukturës dhe çfarë na takon neve, përgjegjësia jone për të qenë pjesë atë qytetit që është e bashkangjitur masandaj me Zbulesën 12, Zbulesën 14, vargu 12, që zbatojmë urdhërimet e Atit që ishin folur më përpara në të mirën e mundshme. Dhe sot vëlla motër ne mendojmë se ne nuk mund t'i mbajmë të tëra. Mesia i mbajti plotësisht, lavdiatit ishte pa mëkat, se mëkati është shkelja e urdhërimeve, mëkati është shkelja e ligjit të Atit. E para Gjoni 3:4 që përmendi Levitikun 4:2 që thashë mëkati është shkelja e urdhërimeve. Atë përmendi apostulli Johanan Gjoni. Nuk tha ndonjë gjë të re në para Gjoni 3:4. Unë lutem Atit vëlla motër që të shikojmë skrimin së bashku, të miqësojmë së bashku, të mos e lejmë Satanin të vazhdojë të krijojë muret dhe në miqësitë dhe po vëlla, po dale se nuk jam kundra teje vëlla motër, jam për tynë, po luftoj, po vajtoj për tynë, që ti t'jesh pjesë atij qyteti që të marrësh në këtë rast të shpërblimin tënd, kurorën e jetës. Po nuk mjaftovi se ti dhe unë besuam vite më përpara. Ka një ecje që ne duhet t'i tregojmë Atit që jemi të denjë për të hyrë, me anë të besimit që mbajmë gjithmonë tek Ati, tek Mesia, sepse ai do na ringjalli në atë ditë. Ati i dha fuqi, i dha autoritet, e vendosi princin e jetës, e vendosi mbi tokë, i dha titullin Elohim, i dha titullin e Zot, lavdiatit. Mesia është Zot, po mbi të tërë do jetë në atë ditë, flasin masandaj ke Isaian 2, Isaian 66, Ezekielin flet për koncepte të tilla, që ti dhe unë të jemi pjesë asaj mbretërisë. Këto janë disa principe që unë po lutem vëlla motër që të kuptojmë si asamble, si kishë e tia që ai e bleu me gjakun e tia, Mesia Jeshua, që ka emrin e tij të vërtetë vëlla motër. Gëzon zemra ku flet emrin e tij, sepse emri i tij Jeshua do thotë Jahwe që shpëtoi. Jah do thotë Jahwe, Shua do thotë shpëtim. Përse neve themi haleluja? E ke menduar ndonjëherë? Ne i themi fjalët, por kuptimin e tyre dimë. Haleluja do thotë, halel do thotë lavdëro, në këtë rast lavdëro, jepi lavdinë, këndo për Jah, haleluja, lavdëro për Jah, do thotë për Jahwen. Është emri i tij Atit, krijuesi i qiellit dhe tokës, po masandaj krijoi çdo gjë për Mesian. Kolosianët 1 dhe Filipianët masandaj dhe Hebrejnë të flasin
që u krijua çdo gjë për te, sepse ai Mesia Jeshua do mbretëroje lavdiatit për jetë, është kryepriftëria që ati vendosi të përsosur, që Mesia e fitoi, vëlla motë, kur Mesia e fitoi Hebrejnë të 5. Me bindjen që tregovi përpara atit për të qenë mbret mbi çdo mbretër, Zot mbi çdo tjetër, kur ai dërgoi lutje dhe përgjërime dhe qau në këtë rast me frikë me dridhje përpara atit që ta ringjallte prej të vdekuris. Kemi Mesian Jashuan që u lut për veten e tij që ati ta ringjallte në ditën e tretë, duke treguar me anë të bindjes, duke shtypur mishin, duke mos mëkatuar, pa të njolla, pa të meta, mbajti urdhrimet e atit në mënyrë perfekte. Çfarë na takon neve, vëlla motër? Ne themi dhe i themi ato deklarime, vëlla motër, që neve duhet të ndjekim Mesian, në këtë rast edhe duhet të jemi në frymë, masandaj duhet si që bente koment një vëlla, masandaj që po ndishnja, si thoshte masandaj gjerat tani ne po e kemi Mesian në zemrën tonë, jemi në te, edhe jemi në te, kur besuam, po Efesianët 1:13, pastaj çfarë ndodh? Ndodh që neve duhet të ecim siç ai eci, të ndjekim gjurmët e tij apo jo? I themi këto fjalë. Çfarë praktikovi, si eci Mesia, vëlla motër? E kemi të shkruar në shkrimin e para e Pjetrit 2:21 që thotë të na la në këtë rast një shembull, të ndjekim gjurmët e tij, e para Gjonit 2:29 përsëri, në këtë rast të ndjekim sjelljen e tij, të Mesias, sepse pasqyroi në këtë rast sjelljen e përsosur të atit. Çfarë bëri Mesia, vëlla motër? Praktikoi festat e atit, mbajti sabatin për 33 vjet me apostujt e tij, hengri pastër, adresoi traditat e njerëzve të korruptuara që kishin futur në qytetin, në qytetin e Jeruzalem, po flas në kombin e tij. Ato ishin gjëra që ai drejsoi në Markus 7, në këtë rast Mateu 13 edhe për te i vargjet. Adresoi zyrën që nuk ishte mirë me atin sepse kishin anulluar urdhrimet e atit. Ato urdhrime që sapo përmenda pak më përpara që motra lexojnë në Zbulesa 22 që na japin akses për në druri jetës për të hyrë në portat e qytetit. E gjithë konteksti, vëlla motër, dhe gjithë tema dhe gjithë ajo kapsula apo paketa që na zhdhen gjithmonë ka qenë besim dhe zbato urdhrimet. Që nga Zanafilla deri tek Zbulesa. Besim dhe mbaj urdhrimet e atit. Galatasve 3:11-12, të njëjtën kontekst. Romakve 3, shikon nga vargu 29, ja po hedhim nga vargu 29, me që më erdhi, deri tek 31, e njëjti kontekst, besim dhe urdhrimet e atit. E shikon këtë strukturë për në këtë rast e përshkruar gjatë tërë shkrimit. Besim, zbato urdhrimet. Fjalë të urta 4, fjalë të urta 3. Është njëjti kontekst. Besimi ishte shprehur në psalmet, mbajtjen e urdhrimeve. Ku do të shkojmë, vëlla motër? Do shkojmë në letrat e lajmit të mirë. Do të shkojmë tek që letrat ishin inkurajuese, vëlla motër, ndaj komuniteteve të kishave. Po e përmenda pak më përpara që kur në para Timoteos 4, kur apostulli Shauli thotë, pastori Timoteos i thotë që të kushtosh vëmendje leximit të shkrimit, të inkurajimit dhe mësimdhënies. Këtë shkrim kishte Timoteu që njinte që nga fëmëria. Ishte ligji i atit, urdhrimet e tij që ishin dhënë që nga fëmëria nga nëna e tij që ishte jude, nëna junik. Apo jo? Në unë lutem atit për ty, vëlla, që je në drejtim, konteksti i atij shkrimi shprehet për te dhe mund ta shikojmë dhe mund të miqsojmë bashkë. Që po flet, nuk po flet për beslidhjen e re, kur thotë në shkrimet ishte shkruar, shkrimi i ke apostulli Kefa, Pjetri flet, Mesia vet flet, që kur ishte me dy, mbasi u ringjall, kishte dy udhëtarët që i takoi dhe çfarë po i hapte? Po i hapte shkrimin nga profetët dhe nga
nga ligji, prap shkrimin që i këshillohet pastori Timoteos që të qëndrojnë ato gjëra, se duke vazhduar në ato gjëra, do shpëtoj veten e tij dhe ata që i dëgjojnë. Urdhërimet e Atit janë të përjetshme vëlla motër. Urdhërimet që Ati kishte folur, që nga zanafilla deri tek zbulesa kemi urdhërime që vazhdojnë të jepen lavdiatit, por normal që kryesisht ishin dhënë më përpara, masandaj Ati në çfarë bëri në malin Sinai, që në vepra 7:38 Stefani e kategorizon ligjin e Atit si fjala e jetës. Përse fjala e jetës? Tani kur kemi fjalën e jetës, kesh jetë të përjetshme vëlla motër, duke mbajtur besimin e plotë tek ajo fjala e jetës në kontekstin e të besuarit të shkrimit të logos, po flas. Masandaj fjala e Atit u bë mish dhe banoi tek ne në trupin e Mesias. Por koncepte masandaj, se po kalojmë çik më tej, po koncepte të tjera që masandaj Mesia ishte përpara në gjendjen koshente dhe ekzistonte më përpara me Atin në një strukturë që nuk e di nga i marrim këto gjëra, domethënë sipas dikujt Mesia ishte në trup, ishte me një trup dhe ishte ekzistonte nga ana e ndërgjegjes, kishte ndërgjegjen më përpara. Nuk janë në shkrimin këto gjëra, vetëm kanë ardhur nga filozofi greke, romane, nga filozofitë e Platos dhe të çdo gjë që në këtë rast merreshin me thashë themet në Greqi, kur pali vetë dhe i shikon, çfarë merreshin me thashë theme, filozofët grekë, që adreson masandaj këtë Zot të panjohur, i tha, kush është që ju keni vënë këtu të statujen? Këto mësime kanë dalë prej tyre, janë influencuar në vitet 200 dhe përtej vëlla motër, nga njerëz që sot i mbajnë të lartë si etrit e kishës dhe kanë futur doktrina të reme të Trinitetit me çdo manipulim asandaj që ka ardhur përtej. Dhe mos u shqetëso vëlla motër, sepse jeta e përjetshme në këtë rast vjen si rezultati i besimit tek ringjallja i Mesias Jashuas dhe mbajtjeve të urdhërimeve të Atit. Dhe nuk është nevoja sepse një person masandaj nuk beson tek Triniteti dhe ai nuk është pjesë me ne. Këto janë vetëm kërcënime boshe që vazhdojnë në këtë rast të kënhyre gjatë kohës dhe në Shqipëri nuk janë aq, por të dëgjosh çfarë ndodh në Amerikë, njerëzit në këtë rast të flasin çoroditur me çdo lloj platforme që hapin në YouTube kanalet e tyre, masandaj dhe flasin gjëra që nuk janë biblike. Dhe ben Mesia ishte Ati, thonë Mesia është Jahwe. Vërtet? Ku janë të shkruar këto gjëra? Mesia është biri i tij, kaq. Kur e prifti toni përsosur, Zot në këtë rast mbi çdo zotër tjetër. Por kur vllai përmend emrin Zot, është një titull, por fetë e tjera përmendin Zot. Prandaj unë përmend emrin në këtë rast Elohim, sepse duke thënë emrin Elohim e veçoi që është çfarë? Është një Zot i caktuar ai Izraelit, dhe jo si të tërë zotra që përmenden fetë e tjera vëlla motër. Prandaj emrat kanë rëndësi. Fjala Elohim do thotë Zot, do të është një titull, i jepet personave, i jepet engjëve, i jepet dhe Atit tonë, është një titull, është hyni. Do thotë Zot, një hyni. Emri i Atit është Jahwe, Jodhe, Vavhe, që në këtë rast janë 4 shkronjat e Tetragrammatonit që masandaj i shkruajti në rasat. Po flisnim për atë kontekstin e besimit dhe të urdhërimeve të Atit vëlla motër, që gjithmonë janë shprehur në Bibël, që nga zanafilla deri tek zbulesa. Po mundohem të vë disa tenele të shëndosha vëlla motër në jetën tënde. Beslidhja e re, ja ku ke beslidhjen e re që po manifestohet përpara teje në Hebrejnë 11 që ishte dhënë për popullin e Izraelit, dhe masandaj u dha edhe për neve. Prandaj thotë është vallë Elohim, është Zot thotë, ka fjalën për Atin, është vetëm Elohimi i judenjve, Izraelit.
A nuk është dhe jo hebrejve? Kishte fjalën për neve, për kombet? Sigurisht, thot apostulli Shaul. Është, thot, dhe Elohimi jo hebrejve, thot. Kemi të njëjtën atë, thot. Ai nuk ka ndryshuar, karakteri i tij nuk ndryshon. Sigurisht, thot, që është Elohimi jo hebrejve, thot. Jemi një tani, thot. Dhe ja ku kemi prap interpretimin e Efezianëve 2, 11 deri në 18 vargjet, që shkojnë në harmoni me Romakëve 3, me Galatasëve 3. Thot sepse ka një Elohim dhe është një, nuk janë 3 persona në një, vëlla e motër. Si qenë kanë 3 persona, por gjende janë në një. Ke Atin, ke birin e tia, që na dha frymën e shenjtë, kaq. Kur hyn në atë dhomë, do shikosh Atin me të birin e tia, janë 2 persona, me 2 në këtë rast natyra të secili në këtë rast në thonjza të veçanta, por që janë në harmoni. Tani janë një, po janë një nga ana e të qenit një në mendje, në harmoni, në bien dakord lavdiatit. Po nuk mund t'i vendosim janë 3 persona në të njëjtën natyrë, si thonë, mos andaj mësimet e gabuara. Ai person ka të njëjtën natyrë, vëlla motër, dhe një person përben natyrën e tij. Kaq, nuk janë 3 persona mas andaj me të njëjtën natyrë. Andaj përmendem vargjen, unë e ati jemi një, edhe e shikon, ja, aty është Triniteti. Vërtet, unë e ati jemi dakord në këtë rast, jemi në harmoni, po thotë biri tia. Unë dëgjoj për tia dhe zbatoj, çfarë ai më thotë, jemi një. Ky është konteksti. Sepse ka vetëm një Elohim që do të shfaqsojë të rreth prerin, ja po e ve në klapa që ta kuptosh, të rreth prerët janë judenjtë. Asandaj, jo hebrejtë, ose hebrejtë ishin ata, jo hebrejtë, jemi neve. Ishin kombe, që themi greku. Nuk thot në Romakëve prap, Romakëve 1:16, që lajmi mirë, beslidhja e re, ishte dhënë më përpara për kë? Për neve, siç pretendon sot asambleja, kisha sot, ishte dhënë për më përpara për judenjtë, pastaj për grekun, për jo hebrejtë ka fjalën. Jo vetëm për greqinë, si komb, si lokacion, si vendodhje, vëlla motër. Ka fjalën për kombet. Ishte dhënë fillimisht beslidhja për popullin e Izraelit, për delet e humbura të Izraelit, masandaj dhe për kombet jo hebrejtë, të parreth prerët. Përse përmend të parreth prerët nga ana në këtë rast e asaj beslidhjes, sepse konteksti thotë flet për beslidhjen e përjetshme që dha Abrahamit në Zanafilla 17, unë të inkurajoj në të rast ta shikosh, që është e lidhur me Eksodin 12 në festën e Pashkës. Ka disa struktura, ka disa principe që janë shkruar para se unë dhe ti në këtë rast të vinim në besim. Dhe thotë që do të shfaqsojë si judenjtë dhe neve, që ishim kombet, me anë të besimit. O, lavdiatit, shfaqësimi, çfarë do thotë fjala shfaqësimit? Unë jam plot i sigurt që shumë prej nesh nuk e kuptojnë këtë fjalë. Ka fjalën në këtë rast që mëkatet tënde të janë falur në momentin që besove, thot ato të kaluara tu falen, u shfaqësove përpara Atit. Ky është konteksti. Lavdimit të tia. Pastaj fillon shenjtërimi, veçimi, santifikimi që kanë sanctify që kanë në anglisht. Fillon rruga e transformimit tonë në karakterin e Atit nëpërmjet urdhërimeve të tija, vëlla motër. Por sot neve kemi të gjitha këto deklarime që i bëjmë vetëm të përgjithshme, pa hyrë në detaje. Po çfarë do thonë aspektet të caktuara që bëjmë deklarim? Çfarë do thotë ta ndjekësh Mesian? Po ja, unë do ta ndjek në frymën, në fjalën e tija. Okej, çfarë ndoqi Mesia? Çfarë praktikovi? Cila ishte fjala që ai kishte? Cila ishte fjala që thoshte në Gjoni 17:17, që po i luteshe Atit që të shenjtëronte, të veçonte apostujve me anë të vërtetës, sepse tha fjala jote është e vërtetë. Kjo fjalë kishte Mesia në këtë rast në Gjoni, që akoma nuk kishte përfunduar ministrinë e tij, nuk kishte ringjallur akoma. Kishte ligjin, fjalën e Atit të përsosur që na thot ne Jakovi 1.
që të mos jemi vetëm dëgjues, jo të dëgjojmë vetëm urdhërime dhe masandaj nuk i zbatojmë, po të ngulmojmë në ligjin e tij të përsosur, që të kemi mbarësi. Të jemi berës të atij ligjit, jo vetëm dëgjues, po të jemi berës. Jakovi 1:21 deri në 25 vargjet flasin hapurazi në harmoni me Romakëve 3, në harmoni lavdjatit me Hebrejnë të 2 nga ana e kontekstit të beslidhjes, Romakëve 11, dhe apostulli Shaul që ka emrin e tij të vërtetë, men një deklarim thot. Atëherë thot me qëra fjala, anullojmë pra ligjin nëpërmjet besimit? Ligji është urdhërimet, festat e atit, sabati brenda është kushtetuta e atit, është karakteri i tij i shfaqur në fjalën e tij të përsosur të përjetshme, në ligjin e tij të përjetshëm. Psalmi 119, vargu 152, të cilat thot ka urdhërimet, dekretet, festat tënde, thot i ke vendosur për jetë. Ati ka vendosur për jetë. E ka themeluar fjalën e tij për jetë, që thoshte në psalmi. Në psalme çfarë fjale kishte themeluar për jetë? Kemi beslidhje të re? Jo, akoma jo. Jemi në psalmet. To janë disa kontekste, vlla motër, to janë disa hapësira që ti duhet të shikosh dhe përse një fjalë shten atje dhe çfarë kohe ishte atje deri në atë moment. Do të japin masandaj rrjedhshmërinë dhe interpretimin e dur, shkrimi me shkrimin, në këtë rast lavdjatit, vargu me vargun, interpretohet Bibla. Anullojmë pra ligjin nëpërmjet besimit, sepse thot ka disa thot që ndoshta do mendojnë kështu mos qoftë, thot apostulli. Kur apostulli Shaul që në para Korintasve 11 po ndiqte Mesian apo jo? Ti mund ta lexosh dhe mund ta shikojmë prapë. Do ta shikojmë atë varg, se është një varg shumë i fuqishëm. Apostulli ndiqte disa gjurma apo jo? Lavdi emrit të tij, ndiqte disa gjurma që dhe na këshillon dhe neve apo jo? Që duhet të bëjmë të njëjtën gjë. Ne para e Korintasve, kishës në Korint, në Greqi, një 11, vargu 1 deri në 2. Apostulli thotë që këtë duhet të imitojmë. Duhet të imitojmë mësuesit në këtë rast e sotëm, vëlla e motër, fillimisht, apo duhet të imitojmë atin, lavdi emrit të tij. Efezianët 5:1. Si bitë të dashur jemi imitues të atit Elohim. Si e imitojmë atin, vëlla e motër? Si e imitojmë atin? Se këto janë themelet që kanë humbitur në Shqipëri për te kufirit tonë, që për të ecur në sjelljen e përsosur të atit tonë, karakterin e tij. Si e imitojmë atin, vëlla e motër? Do imitojmë karakterin e tij, sjelljen e tij, sepse ti kur imiton dikë, shikon se ai sillet, shikon çfarë ai bën. Mesia tha, unë bej, shikoj dhe bej çfarë bën ati tim. Këndoqi Mesia, ndoqi atin e tij, vëlla motër, ndoqi karakterin e tij të përsosur. Apo jo? Tani, kur apostulli ti e shikon në ekranin tënd, thotë që duhet të jemi imitues apo jo? Më imitoni mua, thot, sepse unë nuk jam nga vetja ime, nuk jam i thirrur nga vetja ime, thot, sepse unë, thot apostulli Shaul, thot, jam imitues i Mesias, si Krishti që themi. Apo jo? Më ndiqni mua, thot, sepse unë po ndjek, po dëgjoj, në këtë rast për atit që na la në Mesian, por unë tha jam imitues siç i Mesias, siç ai na la një shembull, thot, kur ishte në tokë. Dhe po ju lavdëroj, vargu 2, vëllezër që më kujtoni, thot, në të gjitha gjërat, thot, i thot kishës, dhe i zbatoni porositë siç ua kam transmetuar. Vlla e motër, qëndro për një moment. Apostulli po na thotë që t'jemi imitues i tij, sepse ai ishte imitues i Mesias. Dhe mëtej masandaj kemi strukturën, po të vazhdojmë në kapitull, kemi strukturën, hierarkinë, autoritetin që masandaj shprehet duke thënë që
kreu i çdo njeriu është Mesia dhe kreu i gruas është burri dhe kreu i Mesias është Elohim. Tani, Mesia po ndjekte atin Elohim. Ne, thot njeriu, në këtë rast, me që është nën Mesia, dhe e di më thotë që kreu tonë është Mesia, ne duhet të ndjekim atë dhe të njëjtën kohë, thot, unë, thot, po bëj të njëjtën gjë, thot apostulli. Unë po imitoj Mesian, thot, atëre më imitoni mua, sepse unë kam sjelljen e tia. Okej, kishte disa gjëra, normal, fillimisht për të punuar, e nxori nga judaizmi Mesia, bashkë me Pietrin, dimas andaj që të dy vepruan, patën atë momentin që apostulli Shaule e konfronton dhe e qorton Kefan Pietrin, sepse po mbante rrugët e njeriut. Ti, kur vin judejnë të ulesh me ta, ha me ta. Kur vin jo hebrejnë të masandaj shkëputesh për tyre dhe bashkohesh këte. Jemi një vëlla, thot, çfarë po ndodh me ty, thot i tha e Pietrit, apo jo? Ju e dini historinë. Kur apostulli Shaul e qortoi Pietrin. Tani jemi një ta vëlla, si ata dhe lavdjatit. Dhe neve jemi një, thot, kemi akses tani tek ati nëpërmjet një fryme, urdhrime të festat siç ne i kishim, tani do t'i mbajnë dhe ata, dhe të ngrenën pastër, dhe siç ati na këshillon, dhe tani i pastroj, sepse nuk e quajti asnjë njeri, thot, unë nuk e kam quajtur asnjë njeri, siç tham në veprat 10 dhe konteksti ishte njeriu, jo ushqimet të atit. Atëre pastrovi miun, pastrovi në këtë rast bretkosat helmuse, pastrovi gjarprin, pastrovi lakuriqen e natës apo derrin. Si i pastron më vlla? Si pastrovi ati këto gjëra të papastra me parasitë? Me që pastrovi, atëre vazhdo, bej në këtë rast një truli dhe vazhdo, masandaj mere miun, mere midhjet, kocet, në këtë këmbinjtë, lakuriqen e natës, derin, futin i tavë, vlla. Me që ati pastrovi apo jo. E kështë fjallën për njerëzit, vlla motër, nga ana figurative. Nuk e kështë fjallën për ushqime që apostulli Kefa Pietri thoshte nuk kam ngren asnjë gjë të papastër apo të ndotur. Dhe përmenden dy fjalë nga greqishtja në të njëjtin kontekst, kur kemi fjalën e zakonshme, që është atje në fillim, që është fjala nga greqishtja koinos, ritualisht i papastër. E ka fjalën që një ushqim i pastër i Levitikut 11 prekeshe nga persona me duar të palara. A ishte kontekstu Markus 7 vlla motër. Pastaj më tej thotë asnjë gjë të papastër nuk kam ngrenë, tha Pietri, Kefa apo jo. E kush ishte? Ishte fjala akathartros. Akathartros do thotë i papastër ritualisht. Ritualisht, apo i papastër nga Levitiku 11, ligji për të rirë 14. Janë deri të gjitha ushqimet e papastra që po të marrë shkon tende i shikon në Levitiku 11, të tërë listën e gjërave që ati thotë mos i ha, janë të papastra, mos u ndot me tyre, mos u prek trupat e vdekur të tyre, thotë. Ky është konteksti vlla motër që gjithmonë është shprehur në shkrimin. Në veprat 10, në veprat 15 apo në libri Galatasve, të gjitha këto struktura kanë një kontekst. Është shumë i rëndësishëm vlla motër që ti duhet të shikosh çfarë po flet, kush është në dinamika, momenti, çfarë po bëjnë paresinë. Paresinë kishin anulluar urdhrimet e atit. Çfarë po ndodh me beslidhjen e re, që ata për shumë prej gjërave që ata normal ishin profetizuar që do vinin, që kombet do ishin pjesë, tani kemi një ambient të ri, kemi farisejnë që janë kundra, sapo kryqëzuan Mesian. Kemi apostull që po mundohen të themelojnë doktrinë e shëndoshë, që thot në fjalë të urta 4:2, që të mos e braktisim, sepse atë thot po jap një doktrinë të mirë, mos e braktisni ligjin tim. Është i përjetshëm. Lavdjatit. To janë disa dinamika të asamblesë që kishte filluar që në kreshkret të tjera vlla motër. Veprat 7:38 e flasin atë koncept. E flasin hapurazi. Fjalën e jetës e quan shkrimin atë në vargjet.